Përshëndes të nderuar shikues nga edicioni lajmeve në Blu Televizion. Dhjetra fatura të likuiduara brenda vetëm 2 ditëve hedhin dritë mbi mënyrën se si Bashkia Vlorë financon furnizimin me ushqime për mesat. Të dhënat e publikuara gjatë 10 dhe 11 qershorit 2026 tregojnë një procedurë abuzive të shpenzimit të fondeve publike nga Bashkia Vlorë. Për më gjerë, shënimi redaksional. Miliona lek për ushqimin e mesave, si po shpenzon Bashkia Vlorë fondet publike. Dhjetra fatura të likuiduara brenda vetëm 2 ditëve hedhin dritë mbi mënyrën se si Bashkia Vlorë financon furnizimin me ushqime për mesat. Të dhënat e publikuara në sistemin e thesarit të shtetit tregojnë se gjatë 10 dhe 11 qershorit 2026 janë kryer një seri pagesash në favor të operatorit ekonomik ATRS për furnizime ushqimore të realizuara në kuadër të kontratës numër 126.017 datë 15/12/2025. Dokumentet tregojnë se pagesat nuk janë bërë me një faturë të vetme, por janë ndarë në 10 fatura të veçanta, të cilat përfshin kategori të ndryshme produktesh si mish, bulmet, buk, produkte koloniale dhe fruta e perime. Pagesa më e madhe arrin në 685.072 lek për furnizim me bulmet, ndërsa 518.089 lek janë paguar për mish. Pasojnë faturat të tjera me vlera 302.232 lek për produkte koloniale, 252.429 lek për mish, 140.125 lek për buk dhe një sër faturash të tjera me vlera më të vogla. Në të njëjtën kohë janë shlyer edhe pagesa të tjera me përshkrimin, blerje ushqime, PV emergjencë, me vlera që variojnë nga disa dhjetra mijëra deri në afro 100.000 lek për faturë. Një element që të rreq vëmendjen është fakti se faturat mbajnë data të muajve tetor, nëntor dhe dhjetor 2025, ndërsa pagesat janë ekzekutuar vetëm në qershor 2026, rreth 6 muaj më vonë. Kjo ngre pikpyetje mbi afatet e likuidimit të detyrimeve dhe mënyrën e menaxhimit financiar të kontratës. Po aq interes paraqet edhe fragmentimi i pagesave në shumë fatura të vogla, edhe pse ato i përkasin të njëjtës kontratë dhe të njëjtit operator ekonomik. Mbetet për t'u sqaruar nëse këto furnizime janë bërë në periudha të ndryshme, sipas nevojave reale të mesave, apo nëse kemi të bëjmë me një mënyrë administrimi të pagesave nga institucioni. Një tjetër çështje që kërkon transparencë lidhet me destinacionin e produkteve ushqimore. Sa persona përfitojnë nga këto furnizime, cilat mensa janë furnizuar, a përputhen sasitë e blera me numrin e përfituesve dhe janë verifikuar nga komisionet përkatëse cilësia dhe sasia e mallrave të dorëzuara. Për t'ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, Bashkia Vlorë duhet të bëjë publike kontratën e plot, preventivin, sasitë e furnizuara, proces verbalet e marrjes në dorëzim dhe dokumentacionin që provon se fondet publike janë përdorur në mënyrë efikase dhe në interes të qytetarëve. Transparenca mbi mënyrën se si shpenzohen fondet për shërbimet sociale është një detyrim ligjor dhe moral. Në një kohë kur çdo lek i buxhetit vendor ka rëndësi, qytetarët kanë të drejtë ta dinë jo vetëm sa para paguhen, por çfarë përfitohet konkretisht nga këto shpenzime. Në Vlorë mund të bëhesh notar vetëm në det për mungesë kjo të pishinave publike në qytetin bregdetar. Të apasionuarit pas notit mund të ushtrojnë sportin në det edhe në dimër, ndërkohë pishina olimpike Flamurtari vuan mungesën e investimit duke u kthyer sot në një vend jo funksional dhe problem për banorët e zonës. Për zhvillimin dhe standardin që kërkohet të arrihet vitet e fundit, Vlora duhet i ofrojë të gjitha mundësitë. Si një qytet bregdetar, Vlora është e lidhur ngushtësisht me sportin e bukur të notit, por pavarësisht këtij fakti, e vetmja mundësi për të ushtruar notin në qytet është vetëm deti. Në të gjithë qarkun e Vlorës mungojnë pishinat publike, ku të apasionuarit pas notit të mund të ushtrojnë sportin edhe në dimër. Ndërkohë, megjithatë, prej vitesh në qytet ekziston një vend që më parë ka qenë pishina olimpike Flamurtari. Ndër vite për rehabilitimin e saj kanë munguar investimet, duke e kthyer sot në një vend jo funksional dhe njëkohësisht problem për banorët e zonës. Pishina olimpike e notit Flamurtari vijon që prej vitesh të mbetet në kushte jo të duhura, totalisht jashtë funksionit dhe e amortizuar. Vendi ku dikur stërviteshin breza të artë notarësh sot është kthyer në një problem për banorët e lagjes Pavarësia. Nga një pishinë noti e pushtuar me shkure dhe kallama është kthyer në një burim dotje dhe vatër infeksioni. Të duash të bësh not në Vlorë duhet që me patjetër të paguash.
Në Vlorë ka me dhjetra të apasionuar pas notit, të cilët nuk I kanë kushtet që të ushtrohen dhe të stërviten në pasionin e tyre. Vitet e fundit në qytet është investuar në pishina, të cilat fillimisht u reklamuan për qytetarët, ndërsa më pas u dhanë me pagesë. Pishina olimpike Flamurtari është e vetmja pishinë ndër dekada që plotëson kriteret olimpike, por as ky fakt nuk ka mjaftuar që aty të kryen investime. Rehabilitimi I saj do të zgjidhte shumë probleme për lagjen Pavarësia, duke filluar nga pakësimi I ndotjes, eliminimi I aromave të pakëndshme e deri tek largimi I insekteve që përhapin infeksione të ndryshme. Kulla ka, por mungojnë mbrojtuesit. Kjo ndodh në plazhet e Vlorës, ku vetëm në harkun e 48 orëve një re 29 vjeçare humbi jetën, ndërsa 3 persona të tjerë rrezikuan mbytje në det dhe të shtunën dhe të dielën. Pushuesit thonë se kjo mungesë I bën pushimet e tyre të pasigurta. Në harkun e 48 orëve në plazhet e Vlorës, një re 29 vjeçare humbi jetën, teksa 3 persona të tjerë rrezikuan mbytje në det, të shtunën dhe të dielën, por ndërkohë që rastet fatale për jetën nuk mungojnë, në qytetin bregdetar në pikun e sezonit, ende nuk ka siguri. Pushuesit thonë se në Bregdet kulla vrojtimi ka, por mungojnë vrojtuesit e plazhit. Duke parë që në Bregdetin e Vlorës pushojnë të moshuar dhe fëmijë, ata shprehen se prania e një vrojtuesi plazhi është tepër e rëndësishme. Sipas tyre, vrojtuesi shpëton jetë, ndaj duhet të jetë prezent në plazhet publike dhe private. Prej ditës që pushojnë në Bregdetin e Vlorës, tregojnë se kullat e vrojtimit janë në Bregdet, por ato janë të boshatisura dhe nuk ka asnjë person në to. Në përgjithësi moti dhe klima janë shumë mirë, të përshtatshme për plazh. Kushtet për plazh për pensionistët është bërë një padrejtësi e madhe si vjet. Kanë lënë 500 metra katrore këtu për 100 pensionistë dhe në të dy kratë kufizohemi me kanalet e ujrave të zeza. Të dalin nga pallati. Mungesë e madhe janë dhe vrojtuesit e plazhit. Mungojnë fare vrojtues, nuk ekziston. Ke parti vrojtues? Jo, fare. Unë kam një muaj I bëj plazhe dhe nuk kam parë asnjë vrojtues. Po për njerëzit që janë të papërgjegjshëm, se unë për shembull nëse nuk di not, nuk mund të futem në thellësi të ka mundësi që të lash edhe aty në anë. Po që për fëmijët është shumë e domosdoshme që të ketë vrojtues. Ja, ata çdo vit ka pasur, si vjet nuk e di pse. Duket bashkia është shumë e fukarepsur kurse në lekët. Jo kryetarja që ka ardhur tashtiva. Po çfarë nuk ndodh me moshat e treta? Ajo është e vërtet. Ndodh çdo gjë, një infrakt, një tutje, një tut. S'ka kush vjen ditë. Jo, në asnjë mënyrë. Mund të vini një shok nëse ndodhet aty javë, po të tjerët jo. Nga jeni? Nga Kuçova. Vini për herë të parë? Jo, kemi ardhur 3-4 vjet rreth. Kemi 10 vjet që kemi në vend. Shumë mirë. Shumë. Ndryshim tërkohë mua shumë më duket. Ashtu si kam anveshin se kam I den fare. Po janë që ja I bie ndonjëherë që për ta shpëtu. Ata për atë punë. Kjo kulla këtu, po nuk e di. Njerëz herë këtu tani herë nëse rim çik në tutje shikojmë ande dhe prandaj nuk e kemi iden. Ka plot. Po unë për veten time në Vlorë gjithmonë mirë kam qenë, nuk kam pasur asnjë. Po për të tjerët? Po të tjerët mund të kenë, ka njëri pa rrezik. Qyteti na duket mrekulli. Pastërtia është, rregull është, uji I pastër, jemi të kënaqur. Është punuar bukur, rëra është mirë, nuk është më si më përpara që rritë e ujshme. Po. Ju këtë vit keni parë vrojtues plazhi? Jo, kullat I kemi parë, po vrojtues as kemi parë. Shiko, për mua s'është fare se unë di not. Edhe marrë dhe këtë, di not përse po problemi e duhet ka fëmijë, ka një tjetër, ka shumë dhe duhet të jetë një. Po, më po neve kemi qenë ndryshe këtu në Vlorë, po andera nga veri u mbytën të tërë, ta zina snot, edhe ikin tutje, edhe në qikë ka batica dhe zbatica që nuk ka din, po duhet se zbanë, po këta të moshuaj qikon këtu të gjithë dinot, ta se që janë këja vlonjata. Fëmijët, duhet kujdes, ja prindre, qa do vi vrejtusit që kujdes e fëmijë, kisha djalin këtu me gjithë, kisha nga Suedia me gjithë nusën e 2 fëmijët. Ata rrinë që të 2 munuj. Fëmija, 10 fëmija kështu aji, pora, aji atë e zepaniku. Keni patur gjatë pushimeve raste që mund të keni parë që Jo, më përpara kam patur, përpara kam djerë dhe vetë, po të shis. Jam nga Vlora, që janë vlonjate, edhe kur dëgjoj që andeja tutje nga veriu mbyten bën, janë njerëz që akoma nuk kanë arritur të thonë që të keq fëmijë dhe si të sillesh. Se I lëm fëmijët edhe ikin. Vjetë që ku kishte tek këtu, si vjetë në ditë e parë sot, nuk u themi dot. Po ditë e parë, shikon? Kam një pastërti të bukur sot ne, është banja aty,
Tanë më Në vrojtuesi plazhi. Po është se, tashi, ta thash unë ande nga veriu, nuk duhen të dini, bëjnë fëmijët edhe i lëshojnë anës detit. Po mirë, ty këtu për shembull në rast emergjente, kush mund të vinë përveç bashkëshortit? Po nuk vete kjo themë. Unë nuk shkoj them, unë jam rritur, lindur këtu, po kur vin puna unë sprapsem. Frika ekziston. Sprapsem, me frika është, po s'pate frikë ke mbaruar. Duhet të vendosen vrojtuesit e plazhit? Duhet të ketë, edhe të ketë me llat, ti pagojnë edhe të rinë, po këta më duket janë, marrin para edhe nuk rinë. Prania e vrojtuesit të plazhit është një kriter bazë për çdo biznes që ka një hapësirë plazhi në menaxhim dhe jo vetëm. Ndërkohë, në plazhet publike të menaxhuara nga Bashkia Vlorë, ekziston vetëm një tabelë që njofton se nuk ka vrojtues plazhi dhe vetëm kaq. Rreth 20% më pak pasagjerë kanë hyrë përmes portit të Vlorës deri në këto momente, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas Festim Skëndaj, shefi i përpunimit të trageteve, kjo rënje lidhet me disa faktorë, ku ndër kryesorët është konkurenca e linjave ajrore. Rreth 20% më pak pasagjerë kanë hyrë përmes portit të Vlorës deri në këto momente, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Duke u referuar shifrave zyrtare nga Kapiteneria e Vlorës, gjatë muajit qershor të vitit 2024 në port kanë hyrë 4223 pasagjerë, ndërsa këtë vit numri ka qenë rreth 3000. Edhe në ditët e para të korrikut vihet re një rënje lehtë e fluksit. Vitin e kaluar në këtë periudhë përmes portit të Vlorës kanë hyrë rreth 2300 pasagjerë, ndërsa këtë vit numri është 1700. Sipas Festim Skëndaj, shefi i përpunimit të trageteve, kjo rënje lidhet me disa faktorë, kur ndër kryesorët është konkurenca e linjave ajrore, ulja e çmimeve të biletave të avionëve ka bërë që një pjesë e udhëtarëve të zgjedhin transportin ajror si një alternativë më të shpejtë për të ardhurat në Shqipëri. Po, fluksi për muajin korrik ka filluar të shtrohet në krahasim me qershorin që mbyllëm, sepse normalisht korrik gushti janë muajt më të mëdha që porti i Vlorës pret pasagjerët ose më saktë bashkëdhetarët të tanë. Por gjithmonë ne kemi thënë dhe vitet e kaluara, ka një ndryshim të përhershëm se i thon nga viti në vit, sepse pasagjerët që zgjedhin tragetin tani janë më shumë pasagjerë familjar që kanë makina ose bagazhe të mëdha, ndërsa fluksi më i madh përballohet tani për shkak të kostave nga linjat ajrore. Kështu që ne kemi një rënje të vogël në krahasim me vitin e kaluar. Qershori për shembull i vitit kaluar me këtë qershor kemi rreth 800 pasagjerë më pak. Ndërsa korriku ka filluar përsëri po të njëjtat ritme. Këto ditë për shembull ka pasur fluks, deri tani kemi 1200 pasagjerë që janë përpunuar në terminalin e portit të Vlorës. Në krahasim me vitin e kaluar, me ditët e para, thash kemi përsëri një rënje, por ne presim gjithmonë mbas datës 8 që fillon trageti të operojë çdo ditë sipas kontratës që kemi me kompaninë, pra do të vendos dhe mjetin e dytë dhe do të kemi linjën të përditshme. Ndërsa tani vazhdojmë përsëri me 4 herë në javë deri në këto momente. Megjithatë, në portin e Vlorës pritshmëritë për ditët në vijim mbeten pozitive. Skëndaj bën me dije se fluksi pasagjerëve pritet të rritet pas datës 10 korrik, periudhë që zakonisht shënon dhe nisjen më të fortë të sezonit turistik për emigrantët dhe pushuesit që zgjedhin jugun e vendit. Ndërkohë pas datës 8 korrik pritet të futet në operim dhe trageti i dytë. Sipas kontratës me portin e Vlorës, kjo pritet të lehtësojë përpunimin e pasagjerëve dhe automjeteve, duke shmangur vonesa dhe duke rritur kapacitetet gjatë ditëve me fluks të lartë. Po, pas datës në kontratë me kompani, se është një kompani, por nga data 8 korrik dhe mbrapa, derisa në fund të sezonit në shtator, ajo e ka të planifikuar me 2 tragete që operojnë, me një fjalë duke përballuar që të ketë çdo ditë, bile ka ditë caktuara kur është fluksi që të jetë dhe 2 brenda një dite apo edhe më tepër. Normal, ka dhe të huaj, nuk thash që s'ka, bile mund të jetë gjysmë për gjysmë ndoshta, po e kisha fjalën më tepër në drejtimin që tragetë zgjedhin ata që kanë bagazhe ose që janë me mjetet e tyre për pushime me kampingje e të tjera, pra ndërsa ata që janë turistë për shembull të vendeve nordike, po themi, apo të gjithë këto që janë larg, zgjedhin linjat ajrore. Unë për shembull po themi edhe dije kur fola me njeriu në tim që vinte nga Zvicra, mi fjala i zgjodhi avion, pavarësisht stova të vi nga Vlora, po
nuk vi deri në Brici, si thonë, edhe të zgjedhin. Numri sportele në Vlorë nuk është problem, ata kanë punuar dhe me 5 dhe me 6 sipas fluksit, nuk është se i vonohen. Këtu përpunimi ndodhi shpejt, për shkak se unë si theksova, numri pasagjerëve nuk është se kemi një rritje në krahasim me vitet e tjera dhe nuk është e përballueshme. Por kundrazi, këtu është hapur dhe porta e re që përpunohen më shpejt, qoftë edhe në dalje, pavarësisht se ne e kemi theksuar gjithmonë që porti i Vlorës është port në rikonstruksion, në kthim në marin, por është gjetur në zgjidhje me të institucioneve që të përpunohet sa më shpejt për të krijuar kushtet, po themi, sa më optimale për situatën që i jemi, sepse nuk mund të themi që është situata më e mirë përderisa këtu vazhdon të punohet, të ndërtohet nga shoqëria koncesionare, por të përpunohet dhe këto. Ne kemi si vjet, për shembull, në krahasim me vjet, një rritje të sasisë së madhe që kemi përpunuar, sidomos Cimento Rifurxho, në krahasim me vitet e kaluara. Sepse normal, Vlora po ndërtohet edhe sipas opinionit tim, se kjo nuk është një studim, si i thonë, po më shumë eksperjenca e kjo, kuptohet që çmimet me linjat ajrore kanë rënë, janë ulur ndjeshëm në krahasim. E para, e dyta, shpejtësia e përpunimit, sepse ato me një orë vinë nga veriu, po themi, i Europës apo vendet të tjera dhe mbrin në destinacion. Ju si që dini, për shembull, problem ka qenë aeroporti i Vlorës, bie fjala, sepse shumë linja që mund të vinin edhe kanë prenotuar edhe tek neve, për shembull, me aeroportin si vjet, edhe sipas shtypit disa linja janë pezullor ose biletat janë kthyer, pra zgjedhjet janë të ndryshme, varet nga personi, por kjo nuk ndikon në port, thash, sepse porti në përgjithësi tani për shkak të situatës, jo vetëm në Vlorë, po në çdo port tjetër, për shkak të çmimeve të linja ajrore dhe shpejtësisë së përpunimit tyre, janë më të lehta dhe për të arritur në destinacion, kur nuk kanë bagazhe, nuk kanë mjete transporti e tjera, po. Thash, në përgjithësi, tani zgjedhin vetëm portet ose traketet zgjidhen nga ata që kanë mjete transporti apo bagazhe të mëdha, të cilat me linjat ajrore nuk i përballojnë. Porti i Vlorës mbetet e vetmja pikë hyrje dalje detare në jug të vendit, duke pasur një rol të rëndësishëm, jo vetëm për lëvizjen e udhëtarëve, por dhe për turizmin bregdetar. Për këtë arsye, çdo ndryshim në fluksin e pasagjerëve shihet si një tregues i rëndësishëm për ecurinë e sezonit turistik në Vlorë dhe në të gjithë jugun. U rehabilitua pjesërisht të muaj më parë, bllokohet sërish nga inertet burimi tek uji i ftohtë. Qytetarët në zonë kërkojnë një vëmendje të shtuar për burimin historik të ujit ftohtë, pasi aty mbushin ujë me qindra pushues, vendas dhe të huajt çdo ditë. Pavarësisht se u rehabilitua pjesërisht pak muaj më parë duke krijuar një blokad prej betoni, sërish burimi i ujit të ftohtë është i bllokuar nga inertet. Aty ka mbetur vetëm një copëz e vogël ku mund të mbushësh thjesht një shishe me ujë, pasi pjesa tjetër e burimit është mes inerteve. Ata të cilët vinë dhe mbushin ujë çdo ditë te ky burim, shprehen se ai është shumë i rëndësishëm, veçanërisht për gjatë verës kur shumë familje nuk furnizohen rregullisht me ujë. Sipas qytetarëve, duhet që të ketë një vëmendje të shtuar për burimin historik të ujit i ftohtë, pasi aty mbushin ujë me qindra pushues, vendas dhe të huajt çdo ditë. Atëherë unë të them të drejtën që është gjuna, që është Vlora, të vuaj për ujë e të vitë mbushi ujë këtu, për të pire, për të larë. Sepse shikohet vetëm bregu i detit, ku do vinë turistat, kurse ata që janë nga mbrapa pallatit, do marrin ujë me kova e ta çojnë si për në katë 5 të 7. Nuk më duket normale. E ka shfrytzuar dikush për të shitur, diku këtu lart, edhe ajo pak që vjen, është gjuna që të vjen. Blokohet edhe nga inertet ose edhe nga pjesëllëgjet e tjera që... Po tani një diçka e bukur është. Edhe dikush që mund të kaloj do vetë mbushi një grusht. Me ujë do ta pi ose do freskohet, nuk është një diçka që i humbet qytetit ose aq më mirë. Nuk e dim historikun e ujit, se s'jemi prej këtej. Po, vi e vizitojmë edhe në të shit, do të vizitojmë pak edhe do ikim pastaj. Do të vizim. Ja ti lajm ndërkohë. Është i bllokuar, domethënë nga inerte, të mbush ujë. Kur e dëgjon si të vjen. Oh, keq na vinga.
Keq na vin nga keq ka. Po, shumë mirësishëm, po. Bila është tërheqjes për vizitorët. Ta mirëmbajnë, ta hapin, ta bëjnë që të mundësi vetar. Po duhet ta kishin bërë. Ju urojmë shëndet. Qytetarët ngren edhe dyshime se bllokimi i burimit te ujë ftohtë me inerte bëhet qëllimisht. Krahas një vendi ku mbushin ujë me qindra qytetar çdo ditë, burimi te ujë ftohtë është edhe një atraksion turistik i qytetit, ku çdo ditë ndalojnë të huaj për ta vizituar, për të mbushur ujë apo thjesht për të bërë një fotografi. Zjarri nëntorësh i përmasave të mëdha që përfshiu zonën mes fshatrave Driz dhe Peshtan në bashkinë Fjer, la pas dëme të mëdha. Bilanci dëmeve në banesa shpez vreshta e ullishte. Ndërkohë, policia ka arrestuar një 20 vjeçar të dyshuar si zjarrvënës. Zjarri nëntorësh i përmasave të mëdha që përfshiu mesditën e së shtunë në zonën mes fshatrave Driz dhe Peshtan në bashkinë Fier la pas dëme të mëdha. Një ditë më pas, banorët pohojnë se bilanci i dëmeve është i konsiderueshëm në banesa, mjete bujqësore, shpes, vreshta, ullishte, por dhe në bazë ushqimore për baktit. Edhe ju jeni një ndër familje që jeni dëmtuar, por në kultura bujqësore, më konkretisht. Po, 2 lyme gjysmë vresht një herë, të vinte kejt veje ta shikoja atje në vend. Ullin, kunapi jeton në Itali familjarisht, janë djegur gjitha të rrenjë ullin. Neve na janë djegur 2 baqa me ullin, nga 25 rrenjë që kisha 50 rrenjë ullin, njëri janë bërë kështu shkrum. E shumë të tjera dëmtime në këto, po ky është kunapi im këtu, ky është dëmtuar edhe nga shtëpia, nga dëme kështu, jo freza, jo. Tani ne në fshat jemi dhe shpes, koçka të shtruara, dëmtime janë, gjuna tani, me zika kështu. Ne hipëm në solet dhe na erdhi zjarri shumë afër, e kapi djali, mendoj që jemi në mes të lagjes aty, e shtruar me betone, na erdhi zjarri nga era, që si lubi, që shumë e fuqishme. 4 vjeçe që jam, unë s'kam parë një dëmtim të tillë, domethënë si përfaqe kaq të madhe. Ka rënë vatra, ka ardhur avioni, ka fikur e kështu, po si kjo një janë djegur tërë ata ullin. Shkaku i zjarrit çiko ka qenë dhe një neglizhencë, sepse zjarri ka rënë shumë i vogël dhe nuk i kanë rënë në kohë që ta fiknin që mos të prahapësh. Dhe era pastaj filloi me furi dhe era dhe ça bëri zjarri e hite era ku atje dhe u prahap. Dhe policia tani s'kishte ç'a bënte, avion, 1 prun 2, mbush andej mbush tej, fati që ishte liçeni afër që i binte sa më shpejt. Po që neglizhenca ishte që në fillim, pse ta arrinte kaqja? Ishte dhe xhadi asfalti, pse se fikën ata? Domethënë atje ku ra në orën 10 që ka rënë një zjarr i vogël. Njerëzit ata pohojnë se kur më parë nuk kanë parë një zjarr të tillë në tokën e tyre që të rrezikonte banesat dhe jetët e njerëzve, teksa shprehin mirënjohjen për ndërhyrjen e shpejtë të forcave të policisë, jarfikësve dhe helikopterëve të forcave të armatosura, të cilët bën të mundur neutralizimin në kohë të flagëve. Shumë prej banorëve të zonës kanë ardhur nga jashtë vendit alarmuar pasi janë informuar për situatën problematike të shkaktuar nga përhapja e flagëve. Para mua me të shtëpia, që dua të vi një inxhinier të kontrolloj shtëpinë, se nuk më mban me shtëpi. Mund bjerje. Komplet pllakat lartë janë. Dalin ja skarto fare. Merr çdo gjë që është. Dritare, shtëpi. Rrjeti elektrik brenda jo. Hidrolike tëra. Tjetër çfarë dëmesh ka patur në shpes? Në shpes nuk bëhet fare, si dua fare ato të shpesës. Vetëm shtëpia që kam një jetë të tërë që punoj. Një jetë të tërë kam 30 vjet në Greqia me dokumenta të rregulla. Dhe sot mëngjes kam ardhur, si më lemri çuni në Gjermani ai që është djegur shtëpia. Çfarë do bëj? Ndodhi që rreziko, am besa në gruaja. Shumë. Mos kishë ndryrë policia, gruaja do ta kisha gjithë djegur dhe policia ka bërë pamundurën, helikopteri ka shëtuar shtëpinë. Edhe zjarfiksit kanë bërë pamundur, nuk e lejon gruan në zorën, na policia jemi okay. Ju kanë ardhur për të ndim të papar. Ndërkohë policia ka arrestuar autorin e dyshuar të zjarrbënies, 20 vjeçari Nikola Jaso, banues në Driz, i cili dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën në pronësi të babait të tij për djegjen e disa barishteve, por flakët kanë dalë jashtë kontrollit, ndërkohë që banorët apelojnë për kujdes në ndezjen e pakontrolluar të zjarreve në këto ditë të nxehta.
Sipas të dhënave nga sektori mbrojtjes pranë prefekturës Fier, zjarri përfshiu rreth 110 hektar sipërfaqe me shkure dhe ullishte. Vladimir Kamberi, artizan për 25 vitesh, në një prononcim për Blu TV, thotë se mendon të largohet nga Vlora dhe Shqipëria, duke pretenduar se pas protestave të zhvilluara nga tregtarët për mbylljen e tregut të madh, është përballur me pengesa të vazhdueshme për të ushtruar aktivitetin e tij. Vladimir Kamberi, artizan prej 25 vitesh, po mendon të largohet nga Vlora dhe Shqipëria. Ai denoncon kryetarin e Bashkisë së Vlorës duke pretenduar se pas protestave të zhvilluara nga tregtarët për mbylljen e tregut të madh, është përballur me pengesa të vazhdueshme për të ushtruar aktivitetin e tij. Me nisjen e punimeve për rikonstruksionin e tregut të ri, Vladimiri dhe 10 tregtar të tjerë u detyruan të largoheshin nga vendi ku punonin prej vitesh. Pas kërkesave dhe protestave të zhvilluara pranë Bashkisë për një zgjidhje sipas tij, nisën edhe problemet. Fillimisht ai u sistemua në zonën e Jallisë së Nartës, ku sipas tij mungonin kushtet minimale për të zhvilluar aktivitetin. Më pas vendosi një stend në Lungomare, por edhe aty pretendon se nuk u lejua të vazhdonte punën, duke u larguar disa herë nga autoritetet. Unë si artizan kam 25 vjet që punoj me këto punime. Kam filluar me guaskat, me guralecat, deti, merja në punë përkohësisht, më shumë për të stimuluar punimin artizanal dhe studente duke i stimuluar me 100.000 lekë të vjetra, me 150 na 2-3 orë. E shpërndava këtë punë dhe sot jam 500 artistë që kam nxjerrë unë me duart e mia, me mendjen time. Është se këtu, siç e shikoni, unë u rrethova, u mbylla, u izolova dhe kërkova që në shtator të fillonin këto punimet me mirë kuptim. Meqense do rikonstrukturoj, më thanë do fillojnë punimet shpejt dhe në shtator tetor mbaron. Do të thënë sezoni turistik fillon këtu në maj dhe pikërisht atje në 15 maj. Këtu erdhën dhe filluan punimet. Maj, qershor, korrik, gusht, unë këto muaj kam. Shtator që marr gjithë rezultatin e punimeve që bëj me dorë. Tu jam pak se i shpërndava të gjitha ato në përdyqane, pasi më duhet të iki. Sipas Vladimir Kamberit, situata është absurde dhe përbën një hakmarrje nga Bashkia e Vlorës, pikërisht për protestat që ai zhvilloi së bashku me tregtarët e tjerë të tregut të madh. Shkaku është hakmarrja personale e kryetares së bashkisë, për arsye se unë organizova një protestë si përfaqësues i gjithë tregtarëve të tregut të madh Vlorë këtu, për të kërkuar një vend ku mund të tregtojmë këto punimet artizanale. Kjo është magazina. Unë kisha vendin që tregtoja këtu para. Këtu punoj. Dhe përgjigja në Jalli ka marrë vendim Këshilli Bashkiak. Në Jalli vajta nuk kishte asnjë kusht. As dritë, as ujë, atje kishte vetëm gomer, dele, dhe unë ndjeva shumë i poshtëruar. Dhe na vendimi që ka marrë Këshilli Bashkiak i Vlorës, por dhe na përgjigja e kryetares së bashkisë. Vetë s'ka dalë asnjëra të më kthej përgjigje mua. Por në nxjerr të tjerë. Kova një leje për të tregtuar atje punimet artizanale, pasi jam i pari nismëtar për të nxjerrë artistët artizan të Vlorës në një vend ku ne mund të promovojmë punimet tona artizanale. Që kur ishte Dritan Leli kryetar bashkie, me shumë të mgullje dhe me shumë ofendime, që e din të gjithë artizanët, pasi më ka thënë çfarë kërkoni, jenë Terezi, kërkoj një vend tregtimi për punimet artistike artizanale. Përgjigja më ka ardhur harroe nga Dritan Leli atëherë, me shumë këmbgulje, thash, po ne meritojmë të kemi një vend në Lungomare. Jo, tha, ka dhënë urdhë i lartë dhe atje te Marina jeni përkohësisht se është tokë pronë e tjetrit. E jap këtë intervistë, ta dëgjojnë të gjithë, ta marrin vesh të gjithë, që këtu është futur frika e dikujt. Këta kanë frikë këtu në Vlorë të veprojnë me iniciativa për të na nxjerrë ne, për të na stimuluar ne artistët. Sipas kësaj letrës, këtu thot kërkoj nga Bashkia e Vlorë të tregtoj punimet e mia artizanale si çdo vit dhe si vjet e tregu artizanal provizor përballë Marinës. Ju lutem jepni mundësinë sa më shpejt, pasi sezoni turistik është hapur dhe jemi vonë. Kemi dalë në qershor, në fund të javës së parë të qershorit. Unë këtë kërkesë kam bërë në maj, me shumë këmbgulje se nuk donte kryetari i bashkisë të na nxirrte atje. Pasi u tregtova një javë tek ai vend, siç kisha tregtuar vjet, më vjen përgjigja që do lëvizësh ti 2 metra ke. Vajta në bashki, pse do lëviz? Kërkova përgjigjen. Ka dhënë urdhër qeveria. Përgjigja që më erdhi nga zyra e informacionit të bashkisë. Ka dhënë urdhër qeveria që ti do lëvizësh
dhe po kalove 1 cm Vladimir Kamberi, ne do të heqim kontratën, do të prishim këtë, do të pezullojmë kontratën. Unë, me të thëmë të drejtën, kalova na 2 metra, po pas të tjerë të kishin 10-15 metra apsira, na 4-5 tavolina, dhe mua më kishin lënë vetëm 2 metra, thash 2 metra i lihet vetëm të vdekurit. Pastaj ku të kaloj majta zjatës, po të vemi atje, tek Lugomare, unë kaloj Brinjazi. Të gjithë kanë apsirë na 1 metër e gjysmë, plus na 10 metra që kanë zënë vënd atje, ndërsa mua më takon 2 metra vënd, me gjithë të punime 2 metra, unë si i kam shpërndarë për dyqane, nuk i trektoj dot. Unë s'kam kërkuar 2 metra, po aq kërkesë ke bërë. Ku është? Ja, kjo është. Ndaj tij vendosur dhe një gjob në vlerën 200.000 lekë. Përballë kësaj situate, ai thotë se zgjidhja vetme është të shes të gjitha punimet e tij artizanale dhe të largohen nga Shqipëria. Kjo është hakmarrje personale e kryetarës së bashkisë ndaj Vladimir Kamberit. Për arsye se unë organizova këtë protestën. U thash gjithë tregtarëve të tregut madh Vlorë, hajdeni me mua të kërkojmë takim me kryetaren. Tani unë po kërkoj sepse të premten para 3 ditësh me erdhi policia bashkiake, policia e rendit, sigurisha kriminal, sepse sipas kontratës unë kisha dalë në vendin tavolina numër 7 me pjesën ballore përballë dedit. Dhe u thash këtyre shkoni në bashki, ja dhe zarfi se kam tani, ja dhe përgjigja, jam tek vendi ku isha si mbas shkresë, po ka dhënë urdhën e dytë kryetari i bashkisë se ke marrë vesh ti. Po 3 herë më keni lëvizur. Tani më lat një javë këtu dhe ik atje, ik këtu. Tani unë kam vendosur që ti lutem prap kryetarit të bashkisë të më lëri 5 ditë të tregtoj punimet e mia artistike dhe të ikit emigroj. Pasi nuk ja dal dot. 1 me 100 të bashkisë unë nuk luftoj dot. Nuk më vjen keq, domethënë sepse e kam artin, e kam në zemër. Shikon, vetëm me këto, me shqiponja, me simbole kombëtare mund të kem bërë me mira dhe kam shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Kam qenë furnizues i gjithë dyqaneve të Shqipërisë. Me punimet me Guacka, me Guralec, pasi më njohin të gjithë. Por këtu nuk e duan njeriu punëtor, këtu e luftojnë shumë dhe luftojnë atë që guxon të ndeshet me këta. Edhe të përballet dhe të thotë të vërtetën, të kërkoj të drejtën. Nëse ti kërkon të drejtën e lishme këtu në Vlorë, sidomos në Vlorë, sulmi të vjen 100 fish. Me nisjen e punimeve për rikonstruksionin e tregut të madh, tregtarët kërkuan një zgjidhje për vijimin e aktivitetit të tyre. Megjithatë, shumë prej tyre vazhdojnë të jenë në pritje, ndërsa një pjesë po mendojnë largimin nga vendi, ashtu si dhe Vladimir Kamberi. Është zhvilluar në fundjavë në marinën Orikum regata ndërkombëtare Brindisi Vlorë. Gara me jahte ka mirëpritur rreth 50 mjete lundruese, me mbi 250 pjesëtar, ekuipazhe dhe shumë vizitorë të huaj. Duket se regata është kthyer tashmë në një histori suksesi për turizmin detar shqiptar. Regata ndërkombëtare Brindisi Vlorë është kthyer tashmë në një histori suksesi për turizmin detar shqiptar, nga vetëm 10 jahte në edicionet e para. Këtë vit kjo garë me jahte ka mirëpritur rreth 50 mjete lundruese, me mbi 250 pjesëtar ekuipazhesh dhe rreth 400 vizitorë të huaj, përfshirë familjarët e tyre të cilët zgjedhin të kalojnë fundjavën në Vlorë dhe Orikum, por jo vetëm, me itinerare toksore deri në Berat e site të trashëgimisë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha theksoi se ky zhvillim dëshmon rritjen e vazhdueshme të interesit për destinacionin ton, aq sa regata Brindisi Vlorë, e cila nga viti i ardhshëm po planifikon të përfshijë Sarandën, tashmë konkuron dënjësisht regatën tradicionale Brindisi Korfuz, e cila nga rreth 150 pjesëmarrës vite më parë, sot numëron rreth 70. Çdo edicion forcon pozicionin e Marina Orikum dhe Gjirit të Vlorës si një nga destinacionet më premtuese të turizmit detar në rajon, duke sjellë kështu më shumë vizitor, promovim ndërkombëtar dhe vlerë për ekonominë lokale. Kalojmë në një tjetër informacion.
Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Granit Pepnikën, bosi mashtrimeve me call center që u arrestua më 3 korik. Ai akuzohet për veprën penale mashtrim kompjuterik. E njëjta masë sigurie arrest në burg është caktuar edhe për 2 bashkëpunëtorët e tij, Hita dhe Rexhmati. Gjykata e Vlorës ka dhënë këtë të hënë masat e sigurisë për 3 personat arrestuar ditën e premte në Drimades në Dërmi në operacionin e koduar Rjetet, aksion i zhvilluar nga forcat operacionale dhe Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës. Gjykata e Vlorës ka dhënë masën e sigurisë për shtetasin Granit Pepnika, por edhe 2 shtetas të tjerë, të cilët akuzohen për vepra penale mashtrimi kompjuterik, por dhe për krahje e autorit të krimit. Seanca gjyqësore është zhvilluar këtë të hënë në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë, ndërkohë që është lënë fuqi masa e sigurisë për 2 shtetasit e parë, e dhënë nga gjykata e Tiranës në muajin prill të vitit 2026. Tashmë duket se seancat dhe masat e tjera do të vijojnë në gjykatën e Tiranës, kjo edhe në bazë të hetimeve të nisura nga kjo e fundit prej muajit prill të këtij viti. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Granit Pepnikën, bosi mashtrimeve me call center, që u arrestua më 3 korik. Ai akuzohet për veprën penale mashtrim kompjuterik. E njëjta masë sigurie arrest në burg është caktuar dhe për Hita, i akuzuar gjithashtu për veprën penale mashtrim kompjuterik, si dhe për Rexhmatin, që akuzohet për veprën penale për krahja e autorit të krimit. 29 vjeçari në kërkim ndërkombëtar u kap nga policia e Vlorës dhe forcat operacionale, teksa po qëndronte në një vilë luksoze në Dërmi. Në pranga përfundoi dhe bashkëpunëtori i tij, 31 vjeçari Hitaj, dhe ai i shpallur në kërkim. Sipas hetimeve, dyshohet se ai organizonte rrjetin e call centrave që mashtronte qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian, duke i bindur të investonin në platforma të bursës. Dëmi ekonomik vlerësohet mbi 50 milion euro. Nga hetimet rezulton se Pepnikaj zotronte 50% të aksioneve të shoqërisë nga media. Shkelën perimetrin e sigurisë duke rrezikuar jetën e pushuesve. Policia kufitare Sarand bllokon 2 mjete lundruese jet ski dhe ndëshkon drejtuesit me masë administrative nga 500.000 lekë të rinj. Shkelën perimetrin e sigurisë duke rrezikuar jetën e pushuesve, policia kufitare bllokon 2 mjete lundruese dhe ndëshkon drejtuesit me masë administrative nga 500.000 lekë të rinj. Shërbimet e policisë kufitare Sarand kanë intensifikuar kontrollet dhe patrullimet për gjatë gjithë vijës bregdetare me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve dhe zbatimin e rregullave të lundrimit. Gjatë patrullimit në zonën e Gjirit të Sarandës, shërbimet e policisë kufitare konstatuan një mjet lundrues jet ski që ishte futur brenda perimetrit të sigurisë në zonën ku pushuesit po laheshin, duke rrezikuar jetën dhe sigurinë e tyre. Gjithashtu, po gjatë patrullimit në zonën e Gjirit të Ksamili u konstatua edhe një tjetër mjet lundrues që kishte hyrë brenda perimetrit të sigurisë në kundërshtim me rregullat e lundrimit. Në përfundim të veprimeve administrative të 2 mjetet lundruese u shoqëruan dhe u bllokuan në portin e Sarandës, ndërsa ndaj poseduesve, shtetasve me iniciale RA dhe RP, u vendosen masa administrative me vlerë 500.000 lekë të reja secilit. Policia e shtetit apelon ndaj përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to të respektojnë perimetrat e sigurisë dhe rregullat e lundrimit, duke mos hyrë në zonat e përcaktuara për pushuesit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.